Vllana im, ka mosha të ndryshme që na kanë ardhur më herët dhe kena arrit që falë Allahu xhaleshanuhu ata me fillu edhe në mosha të shtyra, që me fillu leximin e Kuranit. Madje duke qenë disa analfabet, por kanë probleme me gjuhën shqipe. Po, pra, edhe ashtu. Se gjuha arabe ka ato specifikat e veta dhe dallon edhe nga çdo gjuhë tjetër, ka mundësi me arrit ato të cilat nuk arrin as me gjuhën shqipe. Edhe elhamdulillah gjitha moshat kanë mundësi me arrit mësimin e Kuranit, qoftë moshë shtym, qoftë fëmijë të vegjël, qoftë edhe ata të cilët janë të angazhuar me angazhime të cilat nuk paramenohen me mësuar ndoshta një i cili është qoftë politikan, qoftë është profesione të ndryshme, mirë po mas një kohë ai arrin mësimin e Kuranit dhe ato me lehtësi, sepse Allahu xhaleshanuhu e ka garantuar mësimin e Kuranit dhe një gjë tjetër shpejt. Tek namazet ditore shohmi disa për shkaqe familjare ose për shkak të lagsisë që kanë në xhamin, falen në shtëpi. Ka ndoshta raste namazet tradis, por flas namazet tjera dhe bën bashkë, pra falen familjat e tjera dhe madje ka raste që edhe qesin fëmijën apo djalin pra si imam për shkak se ka aftësinë të lexuar ose do të më shtin që me jap edhe më shumë vullnet. Në këtë rast ose prindi, baba, por që fëmijët të rënditë mrapa dhe ndonjëherë edhe fëmia e përmirëson babën kur mund të gaboj. Kjo është një diçka mirë, besoj që më forcu lidhjet edhe familjare, kurse edhe çështjet e Kuranit ndikon bashkërisht. Po sigurisht vllana im duhet të shfrytëzohen këto raste kur në familje ka një djalosh i cili është më i fokusuar me Kur'an dhe din me lexu Kur'an mirë, ka mësuar disa sure përmendsh, është i gatshëm me ju pri njerëzve në namaz, pse mos dilet ai dhe t'i pri muslimanëve, cilët janë familjarët e tij, pra në shtëpinë e tij, sidomos në këtë kohë kur ne thirremi mes veti në iftare, edhe të bëhemi familjar pak më shumë, dhe në ato sallonet tona që kena të mëdha për mashallah, të bëhemi së bashku dhe gjinia mashkullore dalin përpara, ai djalosh i cili e lexon Kur'anin rrjedhshëm, del imam edhe u aknaq veshin edhe atyre të cilët janë pas tij, është një mundësi e artë dhe duhet të shfrytëzohet sepse jo të gjithë e kanë këtë mundësi, por elhamdulillah po ndëgjojmë çdo herë që disa nuk e kanë gjithë mundësinë të shkojnë në xhami, qoftë nga ona që e ka larg ose nga mosha shtyme ose shkaqe ndryshme, mirë po ka prej tyre të cilët e falin namazin së bashku në xhami, në shtëpi dhe të gjithë janë përkushtuar namaz, qoftë i falin namazet taravis bashk, qoftë edhe namazet tjera, namazën e natës apo edhe namazet farze, po flas për ata të cilët e kanë më larg xhamin.